Përfaqësuesit e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë përmes projektit qeveritar Ditë për ju në sheshin e qytetit në Gostivar u dhan përgjigje pyetjeve të parashtruara nga qytetarët me qëllim që të ndihmojnë ata në tejkalimin e problemeve me të cilat ballafaqohen gjatë realizimit të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor. Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Republikës së Maqedonisë ka vijuar me projektin Ditët për ju në qytetin e Gostivarit. Përmes një dialogu të drejt për drejt në sheshin e qytetit, qytetarët kanë rastin të interesohen dhe të tejkalojnë të gjitha çështjet e hapura nga fusha e sigurimit pensional dhe invalidor. Ushtruesi i detyrës, drejtor në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor, Ahmed Dauti, njoftoi se qytetarët kanë rastin të sigurojnë dokumentacionin e nevojshëm për realizimin e të drejtës së pensionit, vërtetim për të dhënat e stazhit dhe paga në evidentimin A, kozgjatja e procedurës për zgjedhjen e të drejtës së pensionit, si dhe verifikim i stazhit pensional jashtë vendit. Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë është kyçur në këtë projektin Ditë për ju, i cili është projekt qeveritar, me qëllim që në mënyrë të drejtë për drejtë qytetarët tanë të mundin të kenë qasje në mënyrë direkte në evidencën namë të tyre të cilat e bëjmë ne në fondin tonë për sigurim pensional për periudat të sigurimit që kanë pasur në periudat gjatë jetës së tyre, njëkohësisht të informohen në mënyrë të drejtë për drejtë për procedurën e realizimit të drejtave të tyre në bazë të ligjit për sigurim pensional, për pension pleqënie, pension familjare për invalidor. Të takime me qytetarët Ditë për ju kanë për qëllim që ti anashkalojnë procedurat apo ato barierat administrative në për sportele, kështu që në këtë mënyrë të drejtë për drejtë direkt qytetarët të drejtohen në këtë sheshe në për këtë vende të hapura që të mund të marrin informacione për çdo çështje që ka të bëjë me sigurimin pensional. Dauti njoftoi se projekti i cili filloi në Shkup do të vazhdojë deri në 6 mujorin e parë të vitit 2015 edhe në qytete të tjera të Maqedonisë. Ai gjithashtu potencoi se ky projekt është pjesë e objektivave të programit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë me qëllim të lehtësohet qasja e qytetarëve ndaj institucioneve dhe të rritet efikasiteti i administratës publike. Kryeshefi i Fondit të Sigurisë Pensional dhe Invalidor, njësia në Gostivar, Ekrem Iseini, tha se projekti në fjalë jep mundësi që qytetarët të shmangin barierat dhe procedurat administrative dhe më lehtë të mund të vinë deri tek informacionet e nevojshme. Ne si një koqirë va mundsojmë qytetarëve sot në këtë ambient të bukur që të vinë personalisht edhe të shërbehen me stazhin e tyre të kaluar gjatë jetës si në Republikën e Maqedonisë, ashtu edhe në Ish Republika Gjugoslave dhe të drejtat e tyre realizimit në botën perëndimore dhe në Kanada, në Australi e gjetiu. Në këtë aktivitet gjithashtu morën pjesë edhe përfaqësues të komunës së Gostivarit. Bashkim Hasani, shefi i kabinetit të kryetarit të komunës, theksoi se komuna ofroi asistencë teknike dhe realizimin e projektit, duke shtuar se çdo nisëm që bëhet në shërbim të qytetarëve vazhdimisht do të ketë mbështetjen e komunës së Gostivarit. Ne si komunë e Gostivarit i dham përkraje dhe mbështetje logjistike këtij aksioni, nga që Fondi Pensional në Gostivar i kryen shërbime të qytetarëve të komunës së Gostivarit. Për atë edhe mbështetëm këtë aksion nga që va mundson dhe va lehtëson shërbimet qytetarëve të komunës së Gostivarit. Inkuarojmë që edhe në të ardhmen Fondi Pensional të kryejë shërbime në interes të qytetarëve të Gostivarit. Në mbështetje të ndryshimeve të miratuara të ligjit për siguri pensional dhe invalidor, fondi nga viti i ardhshëm është i detyruar që për çdo person të siguruar të dorëzojë të dhëna për stazhin e sigurimit dhe pagat. Në fillim, këto të dhëna do të dorëzohen në mënyrë elektronike përmes punëdhënësit, i cili është edhe obligues për dorëzimin e të dhënave që udhëhiqen evidencën AM të fondit. Nga muaji qershor i vitit 2015, fondi do të ketë një detyrim ligjor për të mundësuar qasje elektronike në inspektimin e të dhënave për stazhe dhe paga, me çka do të zbatohen dispozitat me të cilat rregullohet mbrojtja e të dhënave personale.